Një operacion I gjatë policor që nisi në orët e para të ditës përfundoi me arrestimin e 2 personave të shpadur në kërkim në Fusharrës, Erzen Nuka 35 vjeç dhe Julian Çumraku 34 vjeç, të cilët u lokalizuan nga policia e Pukës në një banesë në lagje në Orosh, në fshatin Kurezi, ku tentuan të fshiheshin pas ishin pikasur gjatë lëvizjes së tyre. Thirrjeve të policisë për t'u dorëzuar 2 të rinj u përgjigjen me kundërshtim, duke lëshuar kërcënime dhe duke qelluar me armë zjarri në drejtim të efektivëve për shkak të rrezikshmërisë së situatës dhe dyshimeve se të 2 personat ishin të armatosur rënd. Në ndihmë të policisë së Pukës mbërritën forcat speciale Renea, të cilët morën kontrollin e operacionit. Rrethimi I banesës zgjati për më shumë se 12 orë, pavarësisht intensifikimit të thirrjeve për dorëzim nga negociatat e policisë. Uka dhe Çumraku vijuan rezistencën e armatosur, derisa në vendngjarje u thirrën edhe familjarët e tyre për të ndihmuar në ndërprerjen e përplasjes. Vetëm pas ndërhyrjes së tyre, gjatë orëve të mbrëmjes, 2 të kërkuarit pranuan të dorëzohen. Pas neutralizimit të situatës, policia arrestoi 2 të rinj, Erzen Nuka, I cili kishte marrë një plag në këmbë gjatë përplasjes, u dërgua në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit në banesë, forcat speciale zbuluan një arsenal të plotë armësh dhe municionesh, 4 armë automatike, një pistolet, 17 granata dore difensive, municion luftarak, kapsolla detonatore elektrike, fitil zjarrpërcjellës, 2 gozhojasi dhe një flamur të organizatës terroriste ISIS. 2 të arrestuarit rezultuan persona me precedent penal. Erzen Nuka ka qenë më herët I dënuar për nxitje të urrëties dhe grindjeve, ndërsa Julian Çumraku për vjedhje dhe kanosje. Të 2 pritet I nënshtrohen hetimeve të mëtejshme për akuzat e reja që pritet të rëndojnë ndaj tyre, përfshirë mbajtje pa leje, kundërshtim të forcave të rendit dhe rrezikshmëri të jetës së efektivëve.